Përshëndetje të nderuar shikues, këto janë lajmet e orës 12. Në 6 mujorin e parë të 2022 mund të pritet një lëvizje lidhur me liberalizimin e vizave për Kosovën, ka thënë të hënën Augustin Palokaj, korrespondenti i grupit Koha në Bruksel. Ai ka theksuar se shteti hezitues i Bashkimit Evropian Franca tani ndodhet përpara zgjedhjeve parlamentare dhe se aty gjërat mund të ndryshojnë. Palokaj ka deklaruar për këtë vend se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret për procesin e liberalizimit të vizave dhe se kjo është konfirmuar edhe nga Komisioni Evropian. Për më tepër, ai ka theksuar se edhe Parlamenti Evropian ne ka mbështetur rekomandimin për heqjen e vizave, por se ende nuk ka pasur tentim lidhur me çështjen në Këshillin Evropian, ku vendosin shtetet anëtare. Ai ka potencuar faktin se Franca së shpejti do të marrë kryesimin e radhës të BE-s dhe se në këtë drejtim mund të ketë lëvizje. Palokaj gjithashtu ka bërë të ditur se edhe nëse Kosova nuk e merr dritën e gjelbër për liberalizimin e vizave, lufta ndaj krimit e korrupsionit duhet të vazhdojë, sidomos në nivelin e lartë. Për një çështje e cila shpesh herë dim që diskutohet mes nesh, pra ka Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev do të qëndrojnë sot në Tiranë në kuadër të takimit të radhës për iniciativën e kundërshtuar nga Kosova, Ballkani i hapur. Në këtë takim, përveç tyre dhe kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, do të përfshihet edhe Komisioni Evropian. Përderisa në kundërshtim të saj, ish-kryeministri i Shqipërisë Ali Berisha ka paralajmëruar protest. Për 2 ditë, liderët e 3 vendeve të përfshira në proces pritet që ta zyrtarizojnë iniciativën, e cila synon lëvizjen e lirë të njerëzve, mallrave, shërbimeve kapitale, duke nënshkruar 5 marrëveshje. Sipas agjendës së publikuar mbi ngjarjen, delegacioneve të 3 shteteve do të bashkohet edhe komisioneri i BE-s për zgjerim, Oliver Varley. Takimi në Tiranë do të mbyllet më 21 dhjetor me një konferencë të përbashkët shtypit të 3 liderëve. Sindikata e punëtorëve të Kekut ka nisur protestën e paralajmëruar para divizionit të Kosovës B. Këtë protestë punëtorët e Kekut e kanë ndërmarrë thjesësimit të kërkesës për rrogën e 13 dhe për sigurimet shëndetësore me afat 1 vjeçar dhe jo çdo 3 muaj. Protestuesit kërkojnë edhe zbatimin e marrëveshjes kolektive si dhe sigurimin e pajisjeve mbrojtëse për punëtorët. Nga sindikata është bërë e ditur se do të organizohet edhe transporti për punëtorët e Kekut për t'ju bashkangjitur protestës. Kosova pret që deri në fund të muajit dhjetor të pranojë rezultat nga mostrat e dërguara në Gjermani për testimin e pranisë së variantit të ri të koronavirusit Omikron. Zëdhënësja e IKSHPK-s Era Pireva ka bërë të ditur se ende nuk dihet data e saktë e kthimit të rezultateve, por se si afat të mundshëm e ka dhënë 28 e 29 dhjetorin. Ajo ka thënë se sot drejt Gjermanisë do të dërgohen për analizim edhe disa mostra të tjera. Në fillim të dhjetorit, Kosova ka dërguar për testim 72 mostra në një laborator në Gjermani nëpërmjet një programi të Qendrës Evropiane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve. IKSHPK-ja edhe në të kaluarën ka dërguar mostra në Gjermani për identifikimin e pranisë së varianteve Delta dhe Delta Plus. Kjo pasi që vendi nuk ka kapacitete për identifikimin e varianteve të koronavirusit. Numri grave në institucionet e sigurisë ende mbetet konsiderueshëm i ulët, teksa vetëm 15% e tyre janë pjesë e policisë së Kosovës. Kështu është thënë në konferencën për lansimin e agjendës për barazi gjinore në Policinë e Kosovës dhe planin e veprimit 2021-2023. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se me këtë rast barazhia gjinore duhet të jetë e përditshme dhe jo për të përmbushur kuotën gjinore. Ndërkaq është shprehur se përkraja institucionale për gratë në institucionet e sigurisë nuk duhet të mungoj asnjëherë. Nga ana tjetër, kryeministri Albin Kurti ka theksuar se barazia gjinore nuk e synon vetëm kuotën gjinore, por është edhe detyrim ligjor. E ministri i Brendshëm Xhelal Sfeshla e cilësoi policinë si shembull të barazisë gjinore, pasi që numëron mbi 15% të punësuarve gra.
Ndrojmë temë të informacionit zyrtar kërcësimit në Afganistan. Gjatë një takimi për ditën e refugjatëve në Kabul, zyrtarët e qeverisë kanë thënë se ngrirja e aseteve nga qeveria amerikane ka goditur më së shumti afganët e zakonshëm. Ata kanë thënë se nëse komuniteti ndërkombëtar dëshiron të kontrollojë krizën e refugjatëve në Afganistan, duhet të nisin punën në infrastrukturën bazë të shtetit për t'i bindur afganët që të kthehen.